4 shenja përballen me një zgjedhje që ndryshon gjithçka këtë fundjavë. Jo çdo fundjavë sjell të njëjtën energji. Ka momente kur një situatë e vogël fillon të marrë një peshë shumë më të madhe se sa duket në fillim. Për disa shenja të zodiakut, kjo fundjavë sjell pikërisht një moment të tillë, një zgjedhje që mund të ndryshojë drejtimin e një marrëdhënieje, një plani ose një vendimi personal. Nuk bëhet fjalë për një vendim të zakonshëm, sepse ajo që vendoset tani mund të ndikojë në javët që vijnë. Universi shpesh vendos njerëzit përballë një prove për të kuptuar nëse janë gati për hapin tjetër. Pyetja është, kush do të ketë guximin të zgjedhë rrugën e re? Luani. Një situatë që lidhet me ambicjet personale mund të vendosë përballë një vendimi të rëndësishëm. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një çështje që ka krijuar pasiguri. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të zgjojë emocione që nuk i prisje. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë tua mund të kërkojë një hap të guximshëm. Financat kërkojnë disiplinë dhe vendime të menduara mirë. Kjo fundjavë të kërkon të besosh tek vetja dhe tek aftësitë që ke ndërtuar me kohë. Nëse zgjedh të veprosh me qartësi dhe vendosmëri, mund të hapësh një kapitull të ri që sjell më shumë stabilitet dhe vlerësim në jetën personale dhe profesionale. Virgjëresha. Analiza dhe logjika janë armët më të forta që ke në këtë periudhë. Në dashuri, nëse je në lidhje, një vendim që lidhet me të ardhmen e marrëdhënies mund të kërkojë qartësi dhe komunikim të hapur. Nëse je vetëm, një person që e njeh prej kohësh mund të shfaqë interes më të madh. Në punë, një zgjedhje që lidhet me përgjegjësi të reja mund të ndryshojë drejtimin e planeve të tua. Financat kërkojnë maturi dhe organizim për të shmangur rreziqet e panevojshme. Kjo fundjavë të fton të analizosh çdo detaj përpara se të marrësh vendimin përfundimtar. Nëse vepron me qetësi dhe mendim të qartë, mund të krijosh një drejtim më të qëndrueshëm për planet dhe objektivat që ke vendosur për periudhën që vjen. Akrepi. Intuita bëhet shumë e fortë dhe të ndihmon të kuptosh më qartë një situatë që ka qenë e paqartë. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i sinqert mund të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në marrëdhënie. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të krijojë një ndjenjë të fortë që të bën të reflektosh. Në punë, një vendim që lidhet me një projekt ose bashkëpunim mund të kërkojë guxim dhe besim tek vetja. Financat kërkojnë kujdes dhe analizë përpara çdo veprimi të rëndësishëm. Kjo fundjavë mund të sjellë një moment transformimi. Nëse ndjek intuitën dhe nuk lejon frikën të ndikojë zgjedhjen, mund të hapësh një rrugë që të çon drejt një faze më të fortë dhe më të sigurt në jetën tënde. Ujori. Një ide ose mundësi e papritur mund të krijojë një situatë që kërkon zgjedhje të qartë. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë për planet e ardhshme mund të vendosë drejtimin e marrëdhënies. Nëse je vetëm, një person me energji të veçantë mund të tërheqë dhe të krijojë kuriozitet të ri. Në punë, një projekt që kërkon kreativitet mund të hapë një mundësi për zhvillim. Financat kërkojnë planifikim dhe kujdes për të shmangur vendimet impulsive. Kjo fundjavë të fton të mendosh ndryshe dhe të mos ndjekësh vetëm rrugët e zakonshme. Nëse beson tek idetë e tua dhe vepron me guxim, mund të krijosh një ndryshim që ndikon pozitivisht në planet dhe objektivat që ke përpara. Ndonjëherë një zgjedhje e vetme mund të ndryshojë shumë gjëra. Nëse mendon se kjo energji është për ty, shkruaj në koment. Zgjedh rrugën time. Mbështete videon me like, abonohu në Zëri i Universit dhe shpërndaje këtë video me dikë që mund të ketë nevojë për këtë mesazh.